Mirë, faleminderit Lan për ftesën, kënaqësi të jem me ty edhe në këtë lidhje direkte në fakt nga Britania e Madhe. Shiko, unë mendoj që problemi i opozitës është i thellë, është organizativ, është i lidhur me leadershipin, por edhe mënyrën se si Partia Demokratike, si partia më e madhe e opozitës në vend, e shikon trupin e vet politik, por edhe trupin politik Shqipërisë. Edhe mendoj që në këto 12 vite, 13 vite në opozitë, fatkeqësisht ajo nuk ka arritur dot të reflektojë rreth trupit vet politik, por edhe trupit politik Shqipërisë. Është munduar të diagnostikojë probleme në trupin politik Shqipërisë, por unë mendoj që i ka munguar alternativa, i ka munguar vizioni se si e shikon ajo Shqipërinë në 10-20 vitet e ardhshme. Edhe mendoj që strategjitë politike që ajo ka ndjekur kanë rezultuar të gabuara dhe mbi gjitha nuk ka pasur reflektim të brendshëm dhe nxjerrje përgjegjësisht, sepse aksionet e opozitës, politikat e veta nuk kanë quar në sukses. Edhe mendoj që këtu do të fillojë edhe analiza në parti. Ju tha që unë e kam përshtetër opozitën dhe Partinë Demokratike, është e vërtet. E kam bërë për një arsye besoj që është e qëndësishme, sepse kam menduar që pas shumë vitesh pushtet Partisë Socialiste, ishte në interesin publik që ne të kishim rotacion pushteti për të dhënë një lloj frymëmarrje vendit, për shkak se gjykoj që në tërësi Partia Socialiste ka qeverisur keq edhe ka indikator për këtë. Megjithatë, përpos kësaj, unë jam një mbështetës i hapur i politikave të djathta, nuk e kam shlyer kurrë këtë. Kam bindjet e mia filozofike, ideologjike, të cilat besoj që i japin zgjidhje probleme kryesore me të cilat përballet sot Shqipëria, dhe mendoj që janë 3. Mund të diskutojmë në një moment tjetër, po thjesht shkurtimisht, besoj që është modeli ekonomik që ka zgjedhur shpopullimi edhe zhbalancimi total kushtetues. Nuk ka më kontroll dhe balancë mes pushteteve dhe praktikisht jemi kthyer në një republik kryeministrore. Megjithatë mund të diskutojmë në moment tjetër këto. Okej, Altin, me thënë të drejtën, se ne jemi dhe miq bashk, unë nuk të kam ftuar për të sharë qeverinë. A e di pse? Sepse e shajnë këtu boll, jo. Ta analizojmë në një farë mënyrë pak a shumë kush janë problemet dhe se si të kuptova, po se Partia Demokratike dhe opozita këtyre probleme. Jo, e kam fjalën se unë e thash me humor. Për ta sharë qeverinë e shajnë aq bukur këtu dhe për hir të vërtetës edhe eksponent të Partisë Demokratike. Domethënë nuk mungon kjo. Por më duhet ndërhyj përsëri të them që nuk po e shaj qeverinë. Jo sharje, ndoshta po, fjala sharje ke drejt. Domethënë kritika është shumë e vrarë dhe shumë e rëndë, unë thjesht kritika dhe akuza. Ka disa indikatorë që ja vlen konsiderohen edhe qeveria të kritikohet, dhe besoj që kritika është e shëndetshme në çdo moment. Absolutisht po, gabimi ishte imi, kritika dhe akuza. Dhe nuk mungojnë kritikat dhe akuzat në Shqipëri, edhe këto që thatë ju. Por, ajo që unë kërkoj nga ty dhe këtë e përsëris, ore kush është rruga e zgjidhjes, sepse nëse qeveria është problemi, opozita është zgjidhja. Dhe si e zgjidh kjo opozit, sepse ka 1001 probleme opozita, tani kur opozita nuk motivon, humbet nga një zgjedhje tjetër dhe gjithmonë ja ka qeveria, kjo nuk shkon edhe për një arsye tjetër, se të gjitha këto, se ju përmendët kushtetutën, të gjitha këto ndryshimet kushtetuese, kodin zgjedhor, të gjitha marrëveshjet, i ka bërë kjo Partia Demokratike, kur vendi po shkon në diktaturë, pse bën marrëveshje Partia Demokratike? Mundem. Në çdo vend normal, ku ka zgjedhje, ose ndryshon qeveria ose ndryshon opozita. Problemi është që në Shqipëri nuk ndryshon as qeveria as opozita pas disa palë zgjedhjesh. Kjo është e bukur. Mendoj se ky është thelbi i çështjes. Tani ju shikoni Partia Demokratike ka ndërmarrë një aksion politik, qysh nga dita e djeshme apo jo. Nuk kuptohet nëse kjo do të jetë një vash protestash,
diskutimesh publike, foltore, dhe në thelb kjo tregojnë që Partia Demokratike nuk është e qartë për strategjinë politike që ajo do të ndjekë. Pra është konfuze. Nuk ka një histori për treguar shqiptarëve. Edhe unë mendoj që personalisht gjykoj që kjo është strategji e gabuar. Nuk besoj që opozita në Shqipëri do duhet të përfshihet në protesta si një mekanizëm për të sjellë ndryshim. Sepse e ka bërë në të shkuarën, e ka bërë në numra të mëdhej dhe nuk ka arritur do të krijojë asnjë lloj efekti. Për shkak se politika zhvillohet në institucione. Opozita është minorancë, nuk i ka votat në kuvend për t'ju imponuar qeverisë. Nuk ka numrat, me sa duket edhe në popull, për të zhvilluar demonstrata të fuqishme, të cilat do ta detyronin mazhorancën të ndryshonte politika, të ndryshonte një ligj caktuar apo qasje ndaj problemeve. Dhe mënyra më e mirë, gjykoj unë, se si një opozit mund të sjellë ndryshim dhe ndryshoj politika është që t'i pushtet. Pra, duhet të kthehet në alternativë, të krijojë besim tek njerëzit në moment ku besimi i shqiptarëve tek elita politike është në nivelet më të ulta në historinë tonë. Shikoni edhe zgjedhjet e pjesëshme të fundit vendore. Besoj që e patë se pjesëmarrja ishte skandaloze, në mesatare 18%. Çka do thotë kjo? Që njerëzit e kanë humbur besimin tek partitë politike, kanë humbur besimin që politika është një mjet për ta ndryshuar jetën e tyre. Edhe mendoj që një parti politike që është serioze dhe kërkon të sjellë ndryshim, do duhet gjejë mënyrën se si të vinë pushtet. Nuk mund ta bëjë këtë nga rruga, nuk mund ta bëjë këtë nëpërmjet protestave, dhe në fund të ditës unë besoj që nuk është as përgjegjësia, as detyra e një partie politike, as më pak të djathtë, që të organizojë protesta, të merret në flamuj me autobusa, me njerëz, të lodh ata. Nuk është sindikat. Parti politike nuk janë sindikata, as më pak parti politike të djathta. Pra nuk merren me protesta nëse njerëzit kanë shqetësime, ku dëgjojnë çfarë, për shembull, për ligjin për barazinë gjinore që u kalua kohët e fundit dhe pati një debat. Ata mund dalin të protestojnë. Ka organizata shoqërisë civile, ka sindikata nëse këto ekzistojnë. Po njerëzit vetë mund të organizohen nëse ata e kanë shqetësim një ligj të tillë, apo ku dëgjojnë korrupsionin. Pra njerëzit janë të lodhur nga identifikimi i problemeve. Dhe mendoj që duhet t'ju jepin zgjidhje. Dhe ky është problemi që mendoj se manifeston opozita, Partia Demokratike, duke qenë se është partia më e madhe opozitare. Pra nuk ju tregon atyre në mënyrë të qartë se çfarë mendon ajo për X çështje, për ligjin për investime strategjike, për modelin ekonomik, për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, për politikën e jashtme, për çështjet e sigurisë. Pra nuk ju tregon atyre çfarë mendon për këto, për taksat, Altin, për pensionet, për shkollat, për sistemin shëndetësor. Unë mendoj që do duhet një parti politike serioze në opozitë që synon të vinë pushtet të kthehet në alternativë nëpërmjet propozimit të një vizioni për Shqipërinë. Dhe ky vizion sigurisht do të mishërohet në disa njerëz. Edhe këta njerëz do të jenë njerëz të cilët nuk kanë varr nga qeverisit e kaluara, janë serioz, janë të rinj, kanë ide, kanë energji dhe transmetojnë besim tek njerëzit.